atje, se ka qenë dëshmitar edhe ka kënë guë? Po, krejt. Për shembull? Për shembull, në një moment, zëtë i mere thëtë që këta 4 bili ju drejtuhet edhe kthehet ka ta 4 e din kush ma ka vro vllahun. Këta 4 janë konë në pushtet, këmë thonë, këta e din kush u vro. Se nuk u vro veç vllahu jam. Unë kom full për tonë. Ka thonë aspektin, po. Unë kom thonë, se nuk i harrej fjalë, unë kom thonë, ju të 4 jeni konë në pushtet, gjitha të vrasje u bon, e ju nuk e dit. Qështu kom thonë. Çka kemi thënë, po? Para se me shku këta në tribunal të Hogës, na e kena po një fotografi që zote i meri me ish presidentin. Tha që shkujnë të varë i merit, dhe bojnë homazhe para tina. Në atë ku, zotëri i meri ka thonë që nuk e din Hashim Thoçi, se ka thonë, është betu që nuk e din. Ta shqysh u bo që në Hogë atje e dike... Ja, kjo e tha mba herë që të Arlende, të ta shone nuk e dita që ka po, për që ta bja bëjë si Unë e për të përgjigjna për ta, tha, unë e Hashim Thoçi ta vishë pëse e kumë posë për bolli, kumë thonë, tha pak si për nëtë që e Hashimi thash as nuk e din, as më ka vro vlohun, e tha ma herët. Edhe jo veç vlohun tem, as një vro Hashimi nuk e ka, s'ka vro kërkon Hashimi. E kanë keq për dyër tjertë, u ku maj modhi, tash si mi ditë si me vro, u duh me lejmruaj. Hashimi më ka kallëzu mu kush ka në ka vro, më ka kallëzu shumë sene. E po tash, Hashimi, kur më ka kallëzu mu kush ka në ka vro, Hashimi i mirë për mu, nuk i keq. Lutem, duhet me analizu sene, se Samir Tahiri, unë kumë pas respekt për atë gazetarë është në Zvicër, po, Samir Tahiri, kumë kujtu që i meri e vret Hashim Thoçin. Mërë majmun, mërë budala. Pse i meri mi vro Hashimin? Pa Hashimi s'ma ka vro vllahun mua. Hashimi mund më kallëzu kush më ka vro vllahun. Tash kjo çfarë fjalësh? Unë kom shkruar 17-18 vjet për botën sot. Gazetarët e botës sot janë i shlypë i meje. Gjithmonë jam kon ballin të parë. Gjithë. Kur erdh Hashimi te unë më thon, "Do bëj be me 300 pleq." E shiti i meri gjakun e vllavut. Ma unë shmutin. Më nërë me thonë, po, është realiteti që këtë, po bez zëtit, kur nuk e din, mos falë. Kjo realiteti. Po dhe kjo s'ka orë, po s'ma hecë me dhëtë, s'ka orë sonë të kjo me mbrojt Hashim Thoçin. Ja, unë e pe kuptej për shaka orë, unë e përbëj pytje. Djallit e të pyt, ti e për pyt, jo në për përgjegje. Unë e përbëj pytje Vesh të këka i hopër, është interes, po, është interes edhe i opinionit publik, po me ne me postë qarta këtë sene, po jesin shumë në përmje gullë dhe tani po mytën të akuzu njerët në në me tjetër. Këj po pretendant që gjitha deklaratat e Ali Saida janë rrena, këj po pretendant. Tona janë rrena. A me ndën që i ka dhonë deklarat në mbetim, sepse ato deklarata e në mbetim, të Ali Saidajt, në mbetim, para State Departamentit Amerikan. Renzi bën gjithçka. Halit Sahitaj më maj poshtër, ku ekziston në botë, tonë e din. Unë e shkova, e bona një akuzë Mila Mzeks për rena në polici tënë, në speciale. Kur shkoj aty, 2 policë dhe police. Kjo realiteti. Tha, bac, po, unë e thash brën nonën, thash pajaci më se losha Mila Mzeks. Kjo realitet. Më bre se shumë po shonë, po fytë nuk bënë. Se tana na thoi neve që s'penon mua, fol çka dush. Po të kom thonë po jo me shoh njerë, se tana na albër mua. Unë po kam dhënë shokon se sa të shoj. Hajde, po vish me asnjë. Edhe ajo policia tha bac, tha këtu janë polic, na jem polic. Tash a policin ju a? Tash po a u zbulun ai vrasja, keni bë diçka? Po një polic aty burri miraj, trim. Tha bac, shoj shlir, tha shfryu. Tha se Mila Mzekën e ngjojmë tonë. Tonë ngjojmë. Milajimi në morin për cirkoz. Milajimi në morin ata që nuk e kanë trunin e dytë heq. Milajimi t'i bojmë thirrje nga ky emision se është emision live, e ka të drejtën edhe hapësirën kur do me orë me demantu ty nëse do të diçka. Ko që kam demontan Milajimi se unë mënu me Jakob Gru Njaronit që e ka strehu pe i pushke. Kjo realiteti. Jo më konë nëne, u konë Rifat Jashari, u konë Maksut Saramati, u konë Shaban Shpati, u konë Gjafer Bosha e ka morë në shpet. E ka shkel bukën, kjo i pabesi zotit. Qa ka kjo me demontu? Në qëfë se ju i pranoni demontimet e tina, edhe ju jeni si aj. Ja, ma kur unë e flasë që të realitet. Po na e kena emisionin për ju e keni emisionin, po unë po bonë shumë sene, po bonë shumë marinën emisionin. U lutem. Ermal Panduri më ka pas në emision. Nëse kesh tash të dhe Ermoli bur. Ermoli e lejan dy brani strefin me hongër mot.
Ja, mo, se janë trama, ja, mo. Po mos e Dibroni kode, po, mo. Qka Dibroni, nal kallëzej dhe ishdi qka. Po, i kum po. Mos e lutëm, se ta na thoi që Sadria për inon, tu kësha lutë. Jo, Sadria s'po kur qa. Basaj me, ja, po i kena po marë. Qëre. Po. Qëre, Dibrani strefi. Qëre që shi ka hop syt, kjo Renz, kjo Dallavergji, kjo është kom me kryen shik. Që musëm pa unë leshe, që shkom na i qetë. Qëre? Ja, mo të nxerë në televizionet tjera, anë në regull, tu kësha lutë. Po balë këtu sene? Ja, po e di, po të kësha lutë. A dolmi tek tema, po. Arlen? Qa kime kujnë që të rësa? Po, mu më interesan, do me thonë, e tha që nuk është taku Kur njërë? Faiki me Halitin. Kur? Edhe psa të pretendohet që jënë taku në... Po taku e ka qute prekurori. Po prekurori e ka po që Renz Haliti 2 orë s'ka nëj aty dhe s'ka pos kur kontakt me to mo. U shku me pretesë, unë të kalëzej kush të ka vro vlaun. E ka qu Milaimi. Milaimi ka qu. A the pore, jëm një muhabet të madhë të një jaran, të Halit Sahitaj. O mëjtë të ma përmen s'to po. Po është qashtu Milaimit, ju s'dohet ju gazetarët. Me fjollët Milaimit, bile, edhe të Halit Sahitaj, ju s'dohet më morë se u bjerë potacioni pusht. Jo, nuk po mirë me fjollët Milaimit, janë 2 dokumente që kanë dollë, njëna është intervista Halit Sahitaj me prokurorin Alan Tiger edhe me hetusen Danka Uber, cilat e ka zhvillu. është... Që, ajde të bësh ka dërë. Po mirë dhe, pa, unë e qaty në reverona. Që ka thonë vlovi janë. Unë nuk e kam një deklarat të Faiki Merit për mi krasu edhe me vërtë të shmërinë e sajna. Zdohet mi morë për goj Faikin fare. A ka për shemë nëjë bisedës e nëjë përgjëm Faiki Merit, mire ka pasaj merë që ka full me Halitin ose dishka që kam bo plane për... Ekziston një fletore. Po? Që Halit Sahitaj e ka shru me dorë të lirë. Edhe në intervistën e ti që e ka dhënë para State Departamentit Amerikan, flet për atë fletore. Thët që ju kanë dhënë instruksione, fillimisht e ka kontaktu Faiki, i ka thonë për ta kaloj dikon telefon, që ju ka prezentu Jack Smith, prokurori Jack Smith, edhe në atë fletore i jepen disa instruksione Halitit qysh me vepru. Që ato pak përputhen me realitetin qysh ka ndodhë këto të na. Flitet për kush me thonë i ka pru dokumenta, dosjet që kanë batë shku në organizatën e veteranëve të luftës. Flitet shumë gjona, cilat realisht ka ndodhë. Edhe që e fletore për shkun mas mirë të krejtat intervistën që është dhonë para State Departamentit Amerikan. Sepse atë flitet për emra, flitet për kujna ju kanë dhonë pare, kush ka dhonë pare, qysh me shku ta shtemja lype dhe do pare. Po një me është edhe një deklarat, dhe më thonë është... Familjarve të akuzumve atje. është edhe një ven aty ku thuhet, për shumë ku thët Halit Sahitaj në deklarat ti, dhe me ki pas ka thonë Floriane, gjithmonë si pas ti, Faiki Meri ka thonë tash ki me shku dhe familja Thoqit dhe Veselit me lypare, ndeshi me ka akuzat kundra juve. O vla, ata jenë gjendje me thonë gjithë shka, po a keni ju një deklarat që tha Faiki Meri që shtu, atë një një zonin Faikit, atë shkrimin e Faikit, s'kini kur gjanë, mos e merë një njerin për guj, u lutëm. Na nuk pe morëm. E ka marë Haliti e na pëthujmë në fjollë. Fjollët Halitit mësëm kalzani, kalzani me fjollët Faikut ju. Një deklarat që ka dhonë para departamentit shtetit. Halit Sahitin e din tonë që orë bashkëpuntuar edhe i Rusis, e ka gru në Ruse, a që a momin e somës. Po ka bashkëpunu me Rusi, e shumë e vërtet ka pos. A ka pos? Po ka pos bashkëpunu. E po, lutëm, po ju s'dohet mu morë me të hobi lë morë, po nejse. Jënë punë të gazetarëve këtu, ju i ladrani. Arlin dhe unë më gazetarë zonet, se po shkona përmena që e tash. Unë jam moderator. E përmendet ma eret dikun